Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish me mua Tyron Alilin në kanalin Monitor TV për të sjellur dhe për të komentuar ngjarjet më të fundit, lëvizjet më të fundit dhe veprimet më të fundit nga artistët shqiptar. Edhe një herë do të ndaloj tek Egli Tako, e cila ditën e djeshme ka postuar në Instagramin e saj një pjesë të vogël nga videoklipi Jetë, një këngë e cila do të vijë më datën 26 maj, ku për herë të parë pas Big Brotherit do të kemi fatin të dëgjojmë Eglin. Unë jam munduar që këngën ta përshkruaj dhe tematikën, por njëkohësisht edhe historinë e cila ishte brenda këngës në disa fjalë. Pas një rrugtimi të ngjeshur emocional në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP Albania, Egli Tako është gati të ndajë me publikun një pjesë shumë të thellë dhe personale të shpirtit të saj. Me datën 26 maj, ajo do të sjellë në kanalin e YouTube këngën e parë pas përfundimit të këtij reality show, një projekt artistik që mban një titull domethënës dhe universal, titullin Jetë. Kjo këngë nuk është thjesht një rikthim muzikor, është një rrëfim ndjenjash, një dedikim i thellë ndaj dhimbjes, zhgënjimit dhe gjithçkaje që lëm pas apo marrim me vete në udhëtimin ton njerëzor. Egli zgjedh të flas për atë që shpesh mbetet e pathënë, për heshtjet që na djegin, për kujtimet që na formsojnë dhe për forcën që lind nga përballja me dhimbjen. Nga fragmenti i vogël që artistja ka ndarë në Instagram, fansat kanë mundur të shohin një pjesë të klipit muzikor, i cili duket se është punuar me ndjeshmëri të thellë artistike. Egli shfaqet e veshur me ngjyra të qeta dhe të errta, ndërsa sfondi natyror është një përzierje e gurëve, shiut dhe gjelbërimit, tre elemente që përçojnë një mesazh të fortë emocional, forcën, pastrimin shpirtëror dhe rilindjen. Kënga Jetë është një përballje e sinqertë me ata që sjell jeta, jo vetëm gëzimet, por edhe zhgënjimet të papriturat dhe plagët që nuk shihen me sy, por që ndihen në çdo rahje të zemrës. Mënyra se si ajo e drejton mesazhin botës, e butë, e pastër, por edhe therse, në të njëjtën kohë, flet për një artiste që nuk ka frikë të hap plagët për t'i shëruar përmes artit. Muzika është ajo që na bashkon kur fjalët nuk mjaftojnë dhe Jetë pritet të jetë një këngë që prek zemrat dhe të papriturat, një shkarkesë emocionale ku shumë njerëz do të gjejnë veten, nga një shpirt që ka përjetuar shumë, por që zgjedh t'i kthej plagët në poezi dhe trishtimin në forcë. Egli Tako vjen me një projekt që premton të jetë një bombë emocionale, ashtu si që ka paralajmëruar dhe vetë ajo në rrjetet sociale. Me datën 26 maj, nuk do t'jetë vetëm një publikim i ri muzikor, por një datë ku Egli Tako do të ngrejë një pasqyrë përballë secilit prej nesh, për të na kujtuar se pavarësisht gjithçkaje, jeta vazhdon dhe se brenda nesh fshihet gjithmonë një dritë që pret të ndriçojë përsëri. Mos e humbisni premierën e këngës Jetë, një histori e jetuar e kënduar me shumë shpirt. Pritshmëritë janë të mëdha, sidomos kur bëhet fjalë për një artiste që nuk ka kërkuar kur vëmendjen me zhurmë, por ka folur gjithmonë me ndjeshmëri dhe thellësi. Egli Tako është një prej atyre zërave që nuk shpërthen me bujë, por rrënjoset ngadalë në zemrat e atyre që din të ndjejnë. Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse Jetë pritet të mos jetë vetëm një këngë për të dëgjuar një herë, por një këngë që do të i kthehet në mendjen dhe do të dëgjohet përsëri. Në ato net kur njeriu kërkon përgjigje apo thjesht kuptim. Egli nuk ka zgjedhur rrugën e komercializimit të shpejt, ajo ka zgjedhur të ecë me zemër dhe këtë ndjenjen menjëherë tek interpretimi i saj, tek mënyra se si e bzë fjalëve dhe tek ndjesia që transmeton çdo pamje të klipit. E gjitha duket si një letër e hapur drejtuar kujdo që është ndjer i lënduar, i vetëm apo i keq kuptuar. Një him për ata që kanë ditë të vështira, por që zgjedhin të vazhdojnë përpara. Kjo këngë, për te interpretimit vokal dhe ndjesisë që mbart, është edhe një shprehje maturisë artistike që Egli Tako ka fituar me kalimin e kohës. Pas Big Brother VIP,
kur ajo u shfaq si një vajzë e thjeshtë, e sinqertë dhe shumë njerëzore, tani e shohim si një artiste më të plotë, më të sigurt dhe më të vendosur për të ndarë me publikun mesazhe që kanë vlerë, që prekin thellë dhe që mbeten gjatë. Në një kohë kur muzika shpesh humbet në sipërfaqen e ritmeve dhe trendeve kalimtare e jetë, vjen si një kujtesë e bukur se arti vërteton dhe buron nga brenda. Është fryt i dhimbjes, i reflektimit, i kujtimeve që s'të lën të ikësh për t'u përballur me to. Egli Tako ka zgjedhur të na tregojë jo thjesht një këngë, por një copës të shpirtit të saj. Dhe pikërisht kjo e bën këtë projekt të veçantë edhe të paharrueshëm. Shumë bukur e kam thënë në fund, ka përzgjedhur të na tregon një copës të jetës të saj dhe pikërisht kjo do ta bëj këtë kujtim të paharrueshëm. Egli Tako do të shfaqet sikur më parë, do me thënë në klipe të dhimbshme, apo klipe që kanë patur mesazhe nëpërmjet veprimeve, nëpërmjet interpretimeve, ne kemi parë Eglin, sepse edhe me Orsi Bylykun ka po të njëjtën, le të themi po të njëjtin klip, ndërsa në jetë kemi rrëfim, kemi goditje me jetën që Egli Tako ka folur hapurazi për ankthin, për depresionin, një temë që edhe sot e kësaj dite, edhe pse jetojmë në vitin 2025, njerëzit e kanë shumë të vështirë ta prekin, ta përballojnë dhe të ndeshen me këtë temën. Egli Tako ka folur hapur për këtë drejtimin, ka ngritur zërin dhe jetë është një këngë shumë dimensionale që përfshin gjithçka. Përfshin dhimbjen, përfshin trishtimin, përfshin emocionin, përfshin të kaluarën, përfshin besimin, përfshin sfidën, përfshin goditjen, përfshin gjithçka që ka të bëj me jetën, përfshin gjithçka që ka të bëj me mënyrën se si ne i drejtohemi botës. Ne mund t'i drejtohemi botës në mënyrë shumë paqësore, por ajo t'na kthehet me agresionin më të madh. Do me thënë, jetë është shumë dimensionale dhe xhirimi i klipit, vendet ku ishin përzgjedhur, flokët e Eglit të lagura, do me thënë ajo lufta që kjo goca ka bërë gjithmonë me jetën dhe gjithmonë që shiu e ka lagur dhe është dorëzuar në një fustan të zi, duke hecur e zbathur në për gurët e rrugës, do me thënë kështu ishte mënyra se si ishte realizuar klipi, po bëjmë një analizë të klipit, tregon shumë, tregon jetën, tregon forcën e gruas, dhimbjen që një grua çdo ditë po përballet dhe kjo nuk do të thotë që Egli këtë këngën e ka bërë sepse e ka goditur gjesti apo e ka lënduar gjesti. Do thënë mos i marrim gjërat kaq për zemër, por thjesht është një këngë që jep një mesazh goxha të madh edhe shumë domethënës.